Shqipëria renditet mes 5 destinacioneve europiane më mikpritëse për qytetarët amerikanë, jo vetëm për turizëm, por edhe për të jetuar. Cepet Tabibian, ekspert për lëvizjen jashtë vendit, në artikullin e saj publikuar në faqen zyrtare të televizionit amerikan CNBC, ka renditur Shqipërinë mes Spanjës, Portugalisë, Francës dhe Hollandës. Sipas saj, kjo përzgjedhje bazohet në disa kritere duke nisur nga vizat e përshtatshme për të udhëtuar, koston e ulët të jetesës dhe një klimë sociale të hapur. Ekspertja amerikane thekson se prania e komuniteteve të huaja dhe njohja e gjuhës angleze ndihmojnë gjithashtu në një integrim më të lehtë për qytetarët amerikanë, faktor që i bëjnë këto destinacione europiane ideale për një fillim të ri jashtë SBA-s. Nëse doni një rifillim nga e para, të duket më pak e mundimshme, kërkoni vendet që plotësojnë shumicën e këtyre kritereve, shton ajo, duke përmendur 5 vende europiane, mes të cilave është dhe Shqipëria. Shqipëria u lejon shtetasve amerikanë të qëndrojnë deri në një vit pa viza, me një hyrje të lehtë me kosto të ulët jetese. Ajo është perfekte për punonjësit në distancë, që kanë një buxhet të kufizuar. Shumë amerikanë jetojnë në Tiranë, ku komuniteti të huajve është i fortë dhe anglishtja flitet gjerësisht, por Riviera shqiptare nuk duhet anashkaluar. Bregdeti i saj përgjatë detit jon ka disa nga plazhet dhe peizazhet më të bukura në të gjithë Europën. Disa amerikanë përdorin Shqipërinë si një piknisje, duke qëndruar nga 1 deri në 4 vjet përpara se të zhvendosen në destinacionin e tyre të radhës, thuhet në artikullin e publikuar në televizionin amerikan.